Teksa të gjitha mediat ndërkombëtare po shkruajnë për skandalin me 4 milion euro që subvencionuan koncertin e dështuar të reperit ndërkombëtar Kanye West dhe protestuesit dalin sot në orën 19 në ditën e 41 të protestës për të kërkuar dorëheqjen e tij. Kryeministri Edi Rama vazhdon propagandën. Rama prezantoi sot programin e ri kombëtar i Lindja Urbane 2, që parashikon investime me vlerë 1.5 miliard euro për zhvillimin urban të vendit. Rama thotë se programi nuk është vetëm një fazë e reinvestimesh, por një përgjigje ndaj kërkesave më të larta të qytetarëve për cilësi më të mirë jetese, infrastrukturë dhe shërbime publike. Sipas kryeministrit, Shqipëria ka lënë pas shumë probleme bazike të së kaluarës, dhe sfida kryesore tashmë është përmirësimi i standardeve të shërbimeve. Ai sjell si shembull menaxhimin e mbetjeve, duke thënë se debati sot nuk është më nëse mblidhen plerat, por si përpunohen ato. Rama u ndal edhe te integrimi evropian, duke akuzuar opozitën se tenton ta banalizojë këtë proces. Sipas tij, antarësimi në BE nuk është një koncept abstrakt, por lidhet drejt për drejt me ekonominë, jetën e qytetarëve dhe të ardhmen e brezave të rinj. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi sot kryeministrin Edi Rama se ka urdhëruar policinë e shtetit të monitorojë aktivitetin në rrjetet sociale pas hetimit të nisur për mbi 10.000 profile të dyshuara si false në një fushat kundër bizneseve. Berisha deklaron se qeveria synon të kontrollojë veprimtarinë digjitale të qytetarëve dhe protestuesve, duke cilësuar këtë një përpjekje për survejim masiv dhe kufizim të lirisë së shprehjes. Sipas kryedemokratit, e drejta për të shprehur opinionin në rrjetet sociale është e pacënueshme, ndërsa hetimi sipas tij përdoret si pretekst për të identifikuar dhe goditur pjesëmarrësit në protestë. Ai e krahason këtë qasje me praktikat e regjimit iranian, duke pretenduar se qeveria po përgatit terrenin për bllokimin e llogarive në rrjetet sociale, ashtu siç ndodhi më parë me TikTokun. Kreu i Lëvizjes Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj dërgoi sot në gjykatën kushtetuese aktin normativ të qeverisë për fondin prej 4 milion eurosh për kompaninë organizatore të koncertit të reperit Kanye West në Shqipëri. Lapaj kërkoi pezullimin e çdo pagese dhe shfuqizimin e vendimit, duke pretenduar se akti është në kundërshtim me kushtetutën. Ai deklaron se dyshon që fondet mund të jenë kaluar tashmë. Mirë, po fondet jo vetëm kanë kaluar, por vendimi ka kaluar në fletoren zyrtare dhe ka hyrë direkt në fuqi, duke anashkaluar në mënyrë skandaloze parlamentin. Sipas Lapajt, bëhet fjalë për një aktivitet privat dhe nuk justifikohet përdorimi i parave publike për një kompani të caktuar. Ai argumenton se vendimi cënon parimin e proporcionalitetit dhe barazisë para ligjit, pasi subjekte të tjera kanë zhvilluar aktivitete në Shqipëri pa mbështetje financiare nga shteti. Lapaj e cilëson vendimin e qeverisë si një akt individual, duke pretenduar se është miratuar një rregullim i posaçëm për një përfitues të caktuar. Ndërkohë, Komisioni Parlamentar për Politikën e Jashtme u shoqërua sot me debate mes mazhorancës dhe opozitës për fondin mbi 4 milion euro të akorduar për koncertin e Kanye West. Deputetët demokrat kërkuan që socialistët të distancohen nga akti normativ, duke e cilësuar përdorimin e fondit rezerv të shtetit të pajustifikuar. Opozita akuzoi qeverinë se po shpërdoron fondet publike dhe po dëmton procesin e integrimit evropian, ndërsa solli në vëmendje edhe jahonën që çështja ka marrë në mediat ndërkombëtare. Mazhoranca hodhi poshtë akuzat, duke theksuar se gëzon mbështetjen e shumicës së qytetarëve dhe se rezoluta e Komitetit të Stabilizimit dhe Asociimit u trajtua në frymën e konsensusit. Në përfundim, socialistët rrëzuan edhe kërkesën e opozitës për të futur në rendin e ditës 4 nisma ligjore që lidhen me zonat e mbrojtura, investime strategjike, trashëgimin kulturore dhe paketën e maleve. Gjykata kushtetuese ka kundërshtuar raportin e avokaturës së shtetit për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit, duke deklaruar se ai krijon një pasqyrë të paplot dhe të pasakt mbi praktikën e saj. Gjykata kushtetuese thekson se nuk vepron mbi bazën e rekomandimeve të institucioneve të tjera, por zbaton drejt për drejt Kushtetutën, Konventën Evropiane dhe jurisprudencën e Strasburgut. Sipas saj, praktika për ankimet kushtetuese individuale është ndryshuar pas vendimit Supergrav kundër Shqipërisë në vitin 2023. Gjykata sqaron se në rastet kur gjykata e lartë nuk provon datën e njoftimit të vendimit të qytetarit, barra e provës nuk i kalon individit dhe ankimi konsiderohet brenda afatit ligjor. Kushtetuesja i kërkon avokaturës së shtetit që raportet të jenë të plota, objektive dhe të sakta, duke shmangur përfundime që sipas saj krijojnë perceptime të gabuara për institucionet e drejtësisë. Shqiptarët paguajnë më shumë se qytetarët e Bashkimit Evropian, jo vetëm për ushqime dhe energji, por edhe për komunikimin dhe internetin. Sipas të dhënave të Eurostat në vitin 2025, çmimet për shërbimet e komunikimit në Shqipëri arritën në 107.6% të mesatares së BE-s, që do të thotë se qytetarët vendas paguajnë 7.6% më shumë për telefoninë dhe internetin. Shtrëngtimi ka ardhur vit pas viti, ndërsa tregu i komunikimeve është rikthyer në një duopol me vetëm 2 kompani kryesore. Në vitin 2022 çmimet ishin më të ulta se mesatarja europiane, por në 2025 arritën nivelin rekord. Edhe për internetin celular, Shqipëria mban vendin e parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor për kosto ndaj të ardhurave. Sipas ITU-s, një paket mujore interneti përbën 1.69% të ardhurave bruto mujore, më shumë se vendet fshinje dhe mbi mesataren botërore. Të dhënat tregojnë se komunikimi në Shqipëri po bëhet gjithnjë më i kushtueshëm për konsumatorët.
Ambasada amerikane në Tiranë paralajmëron qytetarët shqiptar për përdorimin e vizave turistike për lindje fëmijësh në SBA dhe përfitim nga programet publike shëndetësore. Në njoftimin zyrtar, ambasada thekson se personat që përdorin programin Medicaid për të mbuluar kostot e lindjes mund të përballen me refuzim të rinovimit të vizës në të ardhmen. Sipas autoriteteve amerikane, disa shteta udhtojnë me vizë turistike dhe përfitojnë nga programet financuara nga taksapaguesit amerikan, duke mos respektuar qëllimin për të cilin është lëshuar viza. Ambasada rikujton se viza turistike duhet përdoret vetëm për arsyeën e deklaruar gjatë aplikimit dhe se çdo abuzim me kushtet e saj mund të ndikojë në vendimet e ardhshme për hyrjen dhe pajisjen me vizë. Prokuroria e Durrësit ka sekuestruar rreth 80.000 metra katror tokë në kuadër të hetimit për tjetërsimin e pronave përmes dokumenteve të falsifikuara. Në dosje janë 6 persona të dyshuar si përfitues të pronave, ndaj të cilëve janë vendosur 12 masa sigurie. Shaqir Sheshi, Viktor Mata, Arianit Mata, Besnik Xhafa dhe Fiqeret Xhafa janë lënë në arrest shtëpie, ndërsa Ramazan Sheshi është arrestuar me burg, pasi përveç mashtrimit akuzohet edhe për pastrim parash. Sipas hetimeve, të dyshuarit kanë përdorur dokumente false dhe mendimin e disa zyrtarëve të kadastrës. Kanë përvetësuar prona në Durrës. Në skem përmendet edhe ish drejtori i kadastrës Durrës Ardian Kona. I afërmi Monika Kryemadhit i arrestuar edhe më herët për një çështje të ngjashme. Për një nga pronat me sipërfaqe 27.550 metra katror, dyshohet se janë falsifikuar edhe firmat e disa ish zyrtarëve të kadastrës. Hetimet vijojnë për zbartjen e plotë të skemës së tjetërsimit. Gjykata e posaçme ka dhënë vendimin për një pjesë të dosjes revanshi duke dënuar me burg 5 persona të akuzuar si pjesë e një grupi kriminal që dyshohet se merrej me drogë, armë dhe përgatitje atentatesh. Mes të dënuarve janë edhe 2 të afërm të ish deputetit socialist Eduard Ndreca, ish efektivi i Reneas Adrian Pikli dhe Devis Bajramaj. U dënuan me 6 vite e 8 muaj burg secili pas përfundimit nga gjykimi i shkurtuar. Elvis Ndreca dhe Edison Muçeku morën nga 5 vite e 4 muaj, ndërsa Armando Ndreca, vëllai ish deputetit socialist Eduard Ndreca, 7 vite e 4 muaj burg. Sipas Spakut, grupi dyshohet se ka siguruar mjete për atentate ndaj disa personave, ka trafikuar armë dhe ka organizuar prodhimin e shitjen e 243 kg kanabis në Lezhë. Në të njëjtën dosje është hetuar edhe Albert Zaja, por procedimi ndaj tij është veçuar dhe vijon në një çështje të ndarë. Detajet të reja zbardhen nga atentati i mbrëmjes së dieshme në Laç, ku mbeti i vrarë 40 vjeçari Ilir Lika. Viktima u qellua me 7 plumba sapo zbriti nga automjeti pranë pallatit ku banonte në lagjen Erdogan. Sipas hetimeve, autori i dyshuar Emilian Suti alias Artur Suti e ka ndjekur Likën edhe pasi ai tentoi të largohej, duke e qelluar sërish pranë hyrjes së pallatit. 40 vjeçari humbi jetën gjatë transportit drejt spitalit të traumës në Tiranë. Hetuesit po fokusohen te konfliktet e mëparshme mes viktimës dhe autorit të dyshuar. Dyshohet se ata kishin pasur një përplasje rreth një muaji më parë, ndërsa mbrëmjen e ngjarjes janë parë në qendër të Laçit, ku dyshohet se kanë debatuar. Në vend ngjarje është gjetur edhe një pistolet e cila është sekuestruar për ekspertizë. Sipas pistës kryesore të hetimit, arma dyshohet se mund t'i përkiste viktimës. Emilian Suti vijon të jetë në kërkim nga policia, ndërsa hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të motivit të atentatit. Ndërkohë, e shkuara e autorit të krimit është me disa precedent penal për vepra të ndryshme penale. SPA ka përfunduar hetimet për vrasjen e tregtarit makinave Besnik Hida në Lushnjë dhe ka dërguar çështjen për gjykim. SPA kërkon gjykimin e Ardian Ahmetajt si bashkëpunëtor në ekzekutimin e 40 vjeçarit, ndërsa ka kërkuar pushimin e akuzave për Laerta Xhiun dhe Orges Bilbilin, për shkak të mungesës së provave të mjaftueshme. Ahmetaj u arrestua vitin e kaluar në Greqi pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Sipas SPA-kut, ai dyshohet se së bashku me Xhiun dhe Bilbilin organizoi atentatin ndaj Hidës. Tregtari i makinave u vra më 1 tetor 2019, teksa pinte kafe në një lokal në Lushnjë. Autorët të maskuar përdorën një automjet të grabitur më herët. Besnik Hida ishte daja e Zamir Latifit, viktima masakrës së Lushnjës në vitin 2017 dhe për vite kishte kërkuar drejtësi për vrasjen e nipit të tij. Policia e shtetit ka realizuar një operacion në Durrës ku ka arrestuar 3 shtetas të Maqedonisë së Veriut, mes tyre 2 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol. Senafin Nuredini dhe Musa Xhaviti kërkoheshin nga autoritetet maqedonase për akuza të rënda, përfshirë vrasje, plagosje, armbajtje pa leje dhe veprimtari në kuadër të një organizate kriminale. Gjatë kontrollit atyre u gjetën dokumente identifikimi të dyshuara të falsifikuara, të cilat dyshohet se i përdornin për t'u shmangur drejtësisë. Në prangara edhe 26 vjeçari Xhengiz Rushiti i dyshuar se u siguronte dokumentet false. Operacioni u zhvillua nga strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim me autoritetet e Maqedonisë së Veriut dhe partnerët amerikanë të zbatimit të ligjit. Në banesën e Rushitit u sekuestrua edhe një sasi e vogël kanabisi. Detajet të reja dalin në dritë nga vrasja e 55 vjeçare Zbardhe Ziçi në Shkodër, ku bashkëshorti i saj 62 vjeçari Shtefën Ziçi e qelloi për vdekje me armë gjau. Sipas hetimeve, pista kryesore është xhelozia mes çiftit. Kamerat e sigurisë kanë regjistruar momentet para krimit ku dyshohet se një debat nisi pasi Shtefën Ziçi i kërkoi bashkëshortes telefonin celular. Pas konfliktit, 62 vjeçari dyshohet se është futur në banesë. Ka marrë çiften që e mbante me leje dhe ka qelluar 2 herë ndaj bashkëshortes, e cila tentoi të largohej por humbi jetën në pragun e shtëpisë. Mbrojtja pretendon se ngjarja ka qenë aksidentale, duke deklaruar se arma ishte marrë
për t'u pastruar dhe se autori nuk ishte dieni për fishekët brenda. Ndërkohë hetuesit po analizojnë kamerat, provat dhe dëshmit për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Autori i krimit të rënd në familje ka dëshmuar sot përpara grupit hetimor se nuk është i penduar për atë që bëri. Çifti prindër të 2 fëmijëve, njëri nga banorët si një familje e qetë dhe pa konflikte të njohura më parë. Një operacion i antimafias italiane ka goditur 2 grupe kriminale të dyshuara për trafik ndërkombëtar droge mes Shqipërisë dhe Italisë, duke çuar në arrestimin e 23 personave. Operacioni i zhvilluar nga drejtoria hetimore antimafia e Lecces zbuloi rrjete që trafikonin kokainë, heroinë dhe marijuanë. Nga masat e sigurisë, 21 persona u dërguan në burg, ndërsa 2 të tjerë u lanë në arrest shtëpie. Sipas hetimeve, grupet përdornin gra të mitur dhe shtetas shqiptar si korrier për transportin e drogës me autobus linje mes 2 vendeve. Autoritetet italiane sekuestruan rreth 58 kg lëndë narkotike, përfshirë heroin, kokainë dhe marijuanë, si edhe arme ambiente të përdorura për përpunimin e drogës. Hetimi i nisur në vitin 2022 zbuloi edhe sisteme vëzhgimi pranë forcave të rendit, ndërsa sipas prokurorisë një nga grupet kishte dokumentuar transaksione droge me vlerë qindra mijëra euro. Momente frike për pasagerët e një avioni të kompanisë Ryanair i cili u nis nga aeroporti Makedonia në Selanik drejt Mynihut, por u detyrua të kthehej pas një defekti teknik vetëm pak minuta pas ngritjes në lartësinë rreth 6000 metra. Ekuipazhi konstatoi një problem me një nga motorët. Piloti aktivizoi procedurat e emergjencës dhe vendosi rikthimin në aeroport ku ulja u krye pa probleme. Pasagerët raportuan zhurmë të fortë gjatë fluturimit, dëmtim të një dritare dhe aktivizim automatik të maskave të oksigjenit pas dekompresionit në kabinë. Një 61 vjeçar nga Serbia u dërgua në spital me dëmtime në qafë. Udhëtarët vjuan më pas fluturimin drejt Gjermanisë me një avion tjetër, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet. Të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 19 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas një zjarri masiv pyjor në juglindje të Spanjës, ndërsa vendi përballet me temperatura ekstreme. Viktimat humbën jetën pranë fshatit Bedar në provincën Almeria, teksa tentonin të shpëtonin flakëve. 4 prej tyre dyshohet se janë shtetas britanik, ndërsa autoritetet vijojnë identifikimin e viktimave dhe kërkimet për të zhdukurit. Sipas autoriteteve, vendase zjarri u përhap me shpejtësi dhe disa persona humbën jetën pasi braktisën rrugët zyrtare të evakuimit. Rreth 800 banor janë larguar nga zonat e rrezikuara, ndërsa qindra zjarfikës dhe ushtarë po luftojnë me flakët. Dyshimet e para janë se zjarri mund të jetë shkaktuar nga rrëzimi i një linje të tensionit të lartë. Temperaturat rekord dhe vala e të nxehtit kanë rritur ndjeshëm rrezikun e zjarreve në Europën jugore. Izraeli ka informuar SBA-t përmes kanaleve të inteligjencës se regjimi iranian dyshohet se po planifikon një atentat ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Sipas burimeve të cituara nga The Wall Street Journal, një veprim i tillë do të përbënte një përshkallëzim të madh mes Washingtonit dhe Teheranit. Irani prej vitesh ka deklaruar se kërkon hakmarrje ndaj Trumpit për eliminimin e generalit të Gardës Revolucionare Qasem Soleimani në një sulm amerikan me dronë në vitin 2020. Trump ka planuar publikisht se përballet me kërcënime ndaj jetës së tij, duke deklaruar se është në listat e armiqve të tij. Ndërkohë tensionet mes SBA-ve, Izraelit dhe Iranit vijojnë të rriten. Kryeministri Benjamin Netanyahu kërkon vazhdimin e presionit ushtarak ndaj Teheranit, ndërsa Trump ka bërë thirrje për shmangjen e një përshkallëzimi të mëtejshëm. Ndërkohë negociatorë nga Katari kanë udhëtuar drejt Iranit me një mision diplomatik të koordinuar me SBA-t, me synimin për të ulur tensionet dhe për të krijuar kushtet për rifillimin e bisedimeve mes Washingtonit dhe Teheranit. Sipas burimeve diplomatike, Katari po luan sërish rolin e ndërmjetësit kryesor për të shmangur një përshkallëzim të konfliktit, ndërsa ditët e fundit të shënuar një qetësi relative pas sulmeve intensive që rrezikuan marrëveshjen e arritur në qershor. Ndërkohë, zyrtarë amerikanë kanë deklaruar se operacionet ushtarake po zhvillohen me pauza të qëllimshme për t'i lënë hapësirë diplomacisë me synimin për të ruajtur presionin ndaj Iranit pa mbyllur derën e dialogut. Në përpjekjet ndërkombëtare janë angazhuar edhe Pakistani e Rusia, të cilët kanë bërë thirrje për vetëpërmbajtje dhe një marrëveshje që të marrë në konsiderat interesat e të gjitha palëve në rajon.